është shumë reale konsenzusin takimin e kryesisë, po jo sekretare e kuvendit, edhe se kryesia e spore duhet ta paraqet një numrin e komisioneve, edhe arsyeshmërinë pse kuvendi i Kosovës duhet të ketë 16 komisione funksionale edhe ato që hyjnë kryesore. Nëse ka ndryshuar numri i përberes kuvendore për rritjen e punës edhe të efikasitetis të mbikëqyrjes qeveritare, atëherë është e arsyeshme dhe është domosdoshmëri. Shikoni vendet për rreth që kanë numër më të madh të deputetëve dhe numrin e tyre të komisioneve. Kjo vetëm sa hub rëndësinë e mbikëqyrjes parlamentare. Ne tash e kuptojmë që kemi një qeveri të madhe, sigurisht ka edhe kosto buxhetore të shpenzimeve të mëdha, edhe të mëdha të shërbimeve dhe të shpenzimeve të luksit, po mos na bartni edhe ne të kuvendi i Kosovës. Ndarja e disa komisioneve ishte tepër qesharake, edhe në kuptimin funksional. Nëse ka efikasitet, për shembull, ka shumë shembuj, po që komisioni për shëndetësi dhe punëve qenie sociale, që ka fushëveprimtarinë pothuajse gati të njëjtë. Vetëm emërtimet, frazeologjia e njëjtë, përsëritje, dhe kjo nuk është asgjë efektive. Çka është për me i përmbush ambicet të ndonjë individi që të jetë kryetari i komisionit, tritet kosti pak e shpenzimeve buxhetore në kuvendin e Kosovës, edhe mos ketë mbikëqyrje fare ndaj qeverisë si mandati kryesor ose një ndër përgjegjësitë e këtij kuvendi. Andaj edhe si kryetar dhe si kryesi, respekt për përfaqësuesin tonë gjithë të tjerë, duhet të jepni arsyeshmërinë pse kuvendi i Kosovës duhet të ketë 16 komisione funksionale. Çka ka ndryshuar në përberin tonë, në fushëveprimtarinë? Nëse qeveria ka pa të arsyeshme, kuptohet është politike, e rritë, zvoglon, ka partneritet koalicioni dhe i ndan ato fushat, po mbikëqyrja pse duhet të ndahet. Asgjë më shumë dhe asgjë më pak, është tepër arsyeshme. Andaj vetëm shpenzimi paras publike, edhe qëllimi i një qeverie të madhe që nuk e dija ka pas ndonjëherë Kosova në numër, tash i presim edhe zëvendës ministrat edhe e thym rekordin për numrin e madh të dikasterëve qeveritare, tash edhe të komisione funksionale. Unë jam kundër përbesë edhe nuk e kam asgjë personale, po në bazë praktikave të së kaluarës, edhe të funksioneve që i ka kryer kuvendi i Kosovës. Mos harroni, ne do të ballafaqohemi edhe me komisione ad hoc, edhe me komisione hetimore. Në fund të fundit efekti është zero. Faleminderit shumë.